Bashkia e Lushnjës ka ndaluar punën për ndërtimin e rampave në qytet, të cilat mundësojnë lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar që përdorin karroca apo edhe të karrocave të fëmijëve. Në televizionin ton transmetuam para 2 javësh lajmin që punojësit e bashkisë po vendosnin rampa në disa rrugë të qytetit, pas kërkesave të shumta të personave me aftësi të kufizuar. Por puna ka ndaluar pas vendosjes së tyre vetëm në 2 kryqëzime, tek gjimnazi 18 tetori dhe tek posta e vjetër. Madje edhe këtu nuk u vendosën të gjitha rampat që duheshin për lëvizjen komode të personave me aftësi të kufizuar që përdorin karroca apo dhe të karrocave të fëmijëve. Qytetarët janë të pakënaqur me lënien për gjysmë të punës nga ana e bashkisë, por edhe me cilësinë e rampave të vendosura. Nuk janë të përdorshme, jemi penguar dhe rrëzuar nga ato, thon qytetarët. Si fillim ishte gjëja më e bukur që thamë e shqyqyrë, por mirë që s'po i bëjnë më dhe sidomos këtu ku po rriun të Raiffeisen Bank se ka nisur fare, por pragun pse se çojnë zero. Pse e bën ashtu, ajo një lloj dëmtohet, si karroca, si bicikleta, si kjo. Një gjë s'kuptoj unë. Ai inxhiniera ça me nder inxhinier çfarë është ai? Ka tru në kokë nuk ka që çdo prag do të quash zero, të gjitha pragjet janë me stope. Domethënë ka vajtur 3 çerek pragu. Çfarë sa nuk kuptoj unë? Që më pëlqeu që kjo nisën, gjë e bukur ishte. Po prap. Dhe ju la për gjysmë. Po e them edhe një. Te Raiffeisen në Shturbe s'ka nisur fare, që është qendra e Lushnjës. Jo më të tjera. Po jo nuk e di se si punohet këtu në Shqipëri. Havi prap me prap, por unë nuk e një do të prap atë. Unë i jam prap. Me atë që bënaj, me atë punimi që bëj, ato janë kot për mendimin tim. Po çoj zero fare ose mos i bëj fare. Sa bëj kot. Unë një do të karrocën i prap. Si kam para, jam prap. Me ato punimi që bëj. Dhe dalë të poshtu, dalë të këtu mrapa një parku, zbres pas rrugës kryesore. Kjo është gjemgjirën, kështë rruga që dalë në muzeu. Nuk duhet zbres do t'ja pa karroca. Edhe po të përmbysish atyre? Po që? Këto lloj karroca përmbysen. Përmbysa këtu me i prag aty.